tratamentit special për të gjykues të vënë nga gjyqtarët, amnistia votoi të gjykues. Kushtrim shqyrti dhe Violeta Mamani-Hojra, anëtar të klubit gjykues. Pas përfundimit shqyrtimit gjyqësor, sot me datë 21/5/2026, morën në publikisht shpallit ka gjykim në emër të popullit. I akuzuri Gjeladin Krasniqi me dhëna personale si në shkresat e vendit, si akuzuar nga prokuria për veprën penale nxitja urrëties përçarjes në mazërimit kombëtar aksion fetar apo etnik nga ligjin 147 paragrafi 1 kodit penal publik të Kosovës. Për të njëjtin trup gjykues pas administrimit dhe vlerësimit që ta prova ka vlerësuar se në rastin konkret duhet të bëhet rikualifikimi i veprës penale nga vepra penale nga ligjin 147 paragrafi 1 të KPRK-s në veprën penale kanonse nga ligjin 1 paragrafi 2 kodit penal publik të Kosovës, siç e ka vlerësuar se në rastin konkret përmbushen të gjitha elementet e kësaj vepre penale. Andaj për veprën penale kanonse nga ligjin 1 paragrafi 2 të KPRK-s, akuzuarin Gjeladin Krasniqi i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 3.000 euro, të cilin dënim obligohet ta paguajë nga dita e fuqishmërisë së këtij paraqykimi. Obligohet i akuzuarit që të paguajë shpenzimet e procedurës penale, në emër të paushallit gjyqësor shumë prej 100 euro, në emër të fondit për viktimat e krimit shumë prej 100 euro, gjitha këto nga fuqishmëria e këtij paraqykimi.